sa kandidat që të imun. Tash, këtë ma mire dhe mblerimi që shë Prizreni se une, që është kjo puna me minoritete, po atë minoritetet se besoj që në zgjedhjet lokale ndikon domosdoshmërisht ndikon 14% në Prizren sa si vote. Po them nuk ndikojnë zgjedhjet nacionale. Tota e shef favorit. Sfidohet tota nga kush? Nga vetëvendosja. Nga vetëvendosja, po absolutisht nga vetëvendosja, në fund nëse shkohet. Kush del më mirë te vetëvendosja? Artani apo Hajrullahu? Sipas te. Kush më i fort? Ja, më i fort është Hajrullahu. Hajrullahu më i fort. Halil? Nëse kandidon Hajrullahu del fitus. Fitus. Unë e shikon seriozisht totajnë. Fatkeqësisht drejtori domthonjë e tha dhe blerimi nuk ka shumë larg me LDK-n atje. Shumë dhe thonë na kanë ndiku ndoshta edhe plasaritjet në qendër. Kështu që mirë po diferencën e bën megjithatë vetëvendosja. Sa i përket Prizrenit, Nëse tota i ka ditur të komunikoj me minoritetet. Nëse është autonit, garantoj që shaqir tota e blun. E blun? Po, absolutisht. Pranvera për ty? Gara ka më po, u përmend diç ma herët mes PDK-s dhe vetëvendosjes, siç është zoti tota i ka bërë një punë të mirë në Prizren, e kam përkrah, domethënë ka pas një përkrahje edhe prej Aleancës edhe prej edhe nga Zafa. E vërtet, por në këtë rast, zotin Abrashi unë e shoh më tepër favorit se zotin Qeku. Më tepër favorit? Po më tepër favorit. Për arsye se është edhe kryetari Degës. Ata që janë kryetar Degës zakonisht dalin më mirë se të tjerët të cilët i sjellin për me kandidu për atë kryeshter. Po dhe drejtori është kryetar Degë, po ja që... Unë po flas për rastin e vetëvendosjes, vetëm po flas për rastin e vetëvendosjes. Dritoni nuk, zoti Selmanaj edhe LDK-ja nuk është favorit i garës. Gara do të bëhet, po mendojnë mes PDK-s dhe vetëvendosjes. Okej, Krenar? Po, normalisht, edhe unë besoj, edhe kjo është njëra ndër komunat që do t'jetë shumë e zjarrt në kuptimin e rezultatit edhe shumë e përafërt, vetëvendosja me PDK-n. Shaqir Totaj është një kryetar shumë modest, i kulturuar, shumë i sjellshëm, është i mirë, pozitiv, po vrihet që partia e ka bu. A din? Si me zor dishish. Hajtë se bu nama si po thot partia. Jo, nuk është situatë. Vullneti për punë, heq. Kur farë vullneti, hajtë mazim për më thot partia, hajtë po isha. Jo, nuk është figur, nuk është partizan Shaqir Totaj. Jo, s'është partizan. Po s'është asi që i subordinohet vendime. Pra ka qenë i pavarur, ndërkohë që ata kanë mbështetur, edhe ky ka funksionuar pavarësisht grupeve, funksioneve, klaneve. Unë s'kom qenë president i Kosovës. Po me më thonë që të partit politike apo bosh, valojnë është ta bona kush trem. Ti do shta bosh, po ajnë është ta zbë. Mos më bu, edhe ky, i ka thonë partia, hajtë ka thonë, apo jo, më besoj ti kandidati pavarur i shepo president me dojnë. Unë nuk po them që ky nuk ka dasht. Po vullneti ka ardhur më shumë pi partisë, atë s'po si do të jetë. Edhe fitoj zgjedhjet apo? Thotë që nuk ka pas vullnet për. Mos më pas vullnet Krenar, ky s'e kish fituar zgjedhjet. Po, normalisht i ka pas vullnet. Unë mendoj që ka bërë një diferencë. Zgjedhjet për shkak se njëri pozitiv, i sjellshëm, çatu i ka fituar zgjedhjet. Unë hi dikon për mos me fitu sfitoj. Una? Nëse hi dikon për mos me fitu sfitoj.